إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Të gjitha falenderimet dhe të gjitha lavdatat I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë, prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pos Allahut azza wa jall, I cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi Allahut dhe I dërguari I Tij. Salavat dhe selame të shumta dërgojmë mbi të dërguarin ton, mbi familjen e Tij dhe mbi gjithë shokët e Tij. Xhamatlit të nderuar, ju porosis juve dhe veten time me frikë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. E që frika ndaj Allahut te bareke wa ta'ala, me dashurim për të duke ju përgjigj Atij, është përgatitja më e mirë për udhëtimin në botën tjetër, pra për ahiretin ton. Këtë hutbë do të flas rreth vlerës së këtyre ditëve dhe punëve të mëdha që kryhen në këto ditë. Jemi në muajin e Haxhit, ose jemi në prag të muajit Dhul Hijja, që është muaji 12 Hijri, e që është një nga muajt e Haxhit, muaji I tretë dhe I fundit, ku kryen shumica e ritualeve të Haxhit. Haxhi ose kryerja e Haxhit është obligim nga obligimet më të mëdha në fenë Allah subhanahu wa ta'ala. Madje është shtylla e pestë e Islamit. Haxhi është një adhurim cilin kanë parapri pejgambert prej Ibrahimit alayhi salam e tutje, e që besimtarët mas tyre I kanë pasu. Allah subhanahu wa ta'ala thot në librin e Tij: Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Shtëpia e parë e cila është ngrit për njerëzit që të adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, është ajo në Bek. Bek është një prej emrave të Mekës. Mubarakan wa hudan lil-alamin, që është shtëpi e bekuar dhe udhëzim për njerëzit. Fihi ayatun bayyinat. Vazhdon dhe thot Allah azza wa jall se në atë vend ka shenja të qarta. Ka shenja të qarta që flasin se si Allahu e ka madhru atë vend dhe ka nderu atë vend. Për këtyre shenjave përmend Allahu në vazhdim Maqamu Ibrahim, vend qëndrimi Ibrahimit alayhis salam. Që sot dhe asoj dite janë shenjat e komëve të Tij dhe vendi I Tij kur është ngrit me vazhdu ndërtimin e lartë ku s'ka mujt me mrim me dorën e Tij. Pastaj shenjë tjetër, Allah subhanahu wa ta'ala thot: "Wa man dakhalahu kana amina." Pra Allah ka nderuar atë vend duke siguruar çdo person që hyn atë. Kush hyn në atë vend është I sigurt. E ka garancën e Allah subhanahu wa ta'ala. E ka sigurinë Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe treta që përmend Allah azza wa jall, e këto është ajo që na do të fokusohemi, është se Allah e ka bë obligim vizitën atij vendi ku thot Allah te bareke wa ta'ala: "Walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila." Dhe është bë obligim për njerëzit kur ata kanë mundësi që për Allahun ta vizitojnë atë vend. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. E kush e mohon obligoshmërinë e Haxhit ose mohon Allahun te bareke wa ta'ala, Allah nuk ka nevojë për ta. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ya ayyuhan nas", o ju njerëz,
Qad faradallahu alejkum al-hajj fa hujju. O njerëz, Allahu ju ka bë obligim haxhin, andaj kryeni haxhin. Është obligim një herë në jetë. Dhe se Allah subhanahu wa taala këtë obligim e ka ndërlidh me mundësinë. Për atë që ka mundësi me utu deri në atë vend. Realisht çdo obligim fetar dhe çdo vepër është sipas mundësisë së njeriu. Çdo vepër. Mirë po, në veçanti është përmend këtu te haxhi se shumë njerëz nuk e kanë mundësinë me bë haxhin. Për arsye se kërkohet mundësia fizike, shëndeti, po edhe mundësia materiale. Atëherë shumë njerëz nuk e kanë pra mundësi. E ai person që Allah subhanahu wa taala ja ka mundësu ta kryej haxhin, çon vitet e kaluara, e sidomos si vjet që është duke u përgatitur dhe jemi vetëm ditët e ardhshme, nesër e tutje, fillon udhëtimi për ato vende të shejta, ta falenderoj Allah subhanahu wa taala që ja ka dhënë mundësinë me kry këtë obligim. Jo gjithkujt për Allahu ja jap mundësinë me bë haxhin. Jo gjithkujt Allah te bareke ve taala ja ka dhënë onën materiale dhe shëndetin me bë haxhin. Po mos harrojmë edhe onën tjetër. Që sa ka ta tillë që nuk kanë mungesë në aspektin material, po ju mungon ona shpirtërore, forca dhe fuqia e besimit për me kry haxhin. E hargjojnë pasurinë dhe mallin e tyre në çështje plotësuese, po them çështje elementare, sa ato janë elementare të jetës, është këtë diçka tjetër. Po çështje lukse, plotësuese. Ose ata kursejnë, mirë, po për çka kursejnë? Kursejnë për udhëtime të tjera të ndryshme. Kursejnë për pushime vjetore. Dhe jo në një vjet, po disa herë. Andaj jo gjithku shkon atje. Kështu që falenderoj Allahun nëse të ka zgjedhur të ka bë për atyre që me rrugë për ato vende të shajta. Prej teje kërkohet sinqeriteti, që atë punë ta bësh për Allahun subhanahu wa taala dhe për kushtimin e adhurime. Është një shenjë e madhe që je duke e kryer një obligim, duke përmbush një obligim prej obligimeve të Allahut dhe duke shpenzuar për Allahun azza wa jall, mirë po bën atë me sinqeritet. Allah subhanahu wa taala për gjitha obligimet të cilat kryhen ka përgatitur shpërblime të mëdha. Allah përgjithësi për vepra të mira shpërblen 10 fishe më shumë. Mirë po për farzët që kryhen ka përgatitur shpërblime të mëdha. Kur është fjala për haxhin, ka përmend se për haxhin e pranum që plotson gjitha kushtet, gjitha rregullat. Nuk ka shpërblim tjetër pas xhenetit. El hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un ila al janna. Haxhi pranum s'ka shpërblim tjetër për të vetë xhenetit. Për arsye se njeriu me haxhin që kryen i përgjigjet Allahut te bareke ve taala. I përgjigjet thirrjes së tij dhe urdhrit të tij. I nënshtrohet Allahut te bareke ve taala duke njësuar atë me adhurim, me tauhid. Duke ju përgjigj Allahut te bareke ve taala me adhurime të ndryshme që kryhen atje. Me pendim, duke ju penduar Allahut te bareke ve taala për gabimet dhe lëshimet. Me sinqeritet e me sakrificë, duke sakrifikuar njeriu pasurinë e tij, kohën e tij, mundin e tij, po dhe therrja e kurbanit që bëhet atje. Kështu që për njeriu që merr atë rrugë kërkohen këto dy gjëra elementare që janë sinqeriteti dhe përkushtimin e adhurimeve të ndryshme prej tyre, në veçanti kërkimfalja ose teubeja ose pendimi. Mjafton të ta përmendim atë sloganin e haxhirëve kur të bojnë haxhin, fjalën e madhe lebeik Allahumma lebeik, lebeik la sharika lak lebeik. Të përgjigjem ty, o Allah, të përgjigjem. Të përgjigjem ty, ti nuk je ortak, nuk je shok, nuk je akranç.
Nuk je ortak, ty të përgjigjem o Zot. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ty takon falenderimin. Ty takon e gjithë begatia dhe mirësia është prej teje, ja Rob. Dhe ty takon i gjithë pushteti, ti nuk i shok dhe nuk i ortak. Kjo është ai tauhidi, kjo është besimi, kjo është kuptimi i shahadetit. Që ti dëshmon se Allah Azza wa Jall, i cili nuk ka ortak në begati që na i dhuron. Nuk ka ortak në përsosmërinë e tij, për ata ti takon falënderimin. Nuk ka ortak në pushtetin e tij dhe në sundimin e tij. Atëherë ty të përgjigjem o Zot me këto adhurimin, këtë rast me udhëtimin që e baj për në vend të shaj. Se madhështia aty në vend dhe asoj shtëpije është nga madhështia Allah te bareke ve teala. Njeriu besimtari madhron ato vende për arsye se ka madhruar Allahu. Pse i vizitun gjithë ata pejgamber ato vende të shejta? Pikërisht, pse aty është dashuria e Allahut, aty është kënaqësia e Allahut. Me respektu vendet dhe adhurimet me kry që i donë Allah te bareke ve teala, me këto fitohet dashuria dhe kënaqësia e tij. Andaj, lumja që Allah Azza wa Jalla ja mundson me kry atë udhtim, atë hax, këtë punë të madhe. Dhe na ju urojmë gjithë haxhilërve që tash do të marrin këto ditë atë rrugë, që Allahu t'ia vlerëson udhtimin, t'u jap sukses në adhurimet dhe ibadetet që i bojnë, t'u jap sinqeritet në ato punë të mëdha dhe që të kthehen nga ky udhtim me mëkate të faluna edhe me vepra të pranuara. Me po që edhe neve, Allah te bareke ve teala, që nuk do të thojmë këtë vit, na mëson Allah Azza wa Jall që vite tjera ta vizitojmë atë vend. Qoftë nga ata që kemi vizituar më herët, ose sidomos ata që nuk i kanë vizituar. Allah te bareke ve teala ka shumë. Allah dhuron shumë. Atëherë tieni këngës në kërkesën Allah Azza wa Jall. Kërkoni udhtimin për atë vend me sinqeritet. Ajo bëhet me lutje të vazhdueshme, mirë po bëhet edhe me punë, duke kursy, po prap disa njerëz nuk kanë më mujt me bëhaj. Ky është ligji i Allahut. Mirë po këtu është që dallohet kush është ai që është i sinqert dhe kush nuk është i sinqert. Se dikush jo një herë që bën haxh, nuk u konkon atë vend, po për vjet bën haxh. Se ai për vjet e ka mollën me shku me haxhirin. Për vjet ai ka ëndrrën me shku me ta. Ai për vjet bën haxh. Po se ka mundësin. Ai është i lirum. Mirë, po cila është pozita ati personit të Allahu? Kur është vendi personit të Allahu, të Allahu e ati njeriu që e dën atë punë të mirë, e dëshiron vizitin aty në vendeve, e kërkon me lutje, me dua, me përkushtim. Mirë, po që Allahu ka caktuar që ende deri tash mos më shkuat. Kështu që Allah te bareke ve teala shikon në njëtë dhe qëllimet tona dhe në veprat tona. Atëherë Allah na i përmirësoj qëllimet tona, na i përmirësoj veprat tona. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. E falenderojmë Allah subhanahu wa taala. Salavat dhe selamet dërgojmë mbi të dërguarin tonë. Vëllezër të nderuam, ati vendit i drejtohen njerëz me haxh, po edhe me umre. Mirë po besimtarët ati vend i drejtohen 5 herë në ditë me namazin që e bojnë. Edhe përveç namazit, këto ditë e ashme, sidomos 10 ditë e para të muajit Dhul-Hijjah që fillojnë nga martja e ashme në mbrëmje, dhe ditë e haxhit fillojnë nga martja e ashme në mbrëmje, duke u pasur edhe me 3 ditë tjera pas ditës së parë Bajramit, janë prej ditëve më të mëdha të vitit, për cilat ka përgatitur Allahu Azza wa Jall shpërblime të mëdha, si për ata që janë në haxh, për ata që janë edhe besimtar kudo që janë në botë. Atëherë, mos mendojmë që kjo sezon është sezon për punë të mira vetëm për haxhilert, po është për gjithë besimtarët. Për ata thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin al-amalu s-salihu ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayam. Thot nuk ka ditë ku puna e mirë është më e dashur te Allahu
se sa ajo që bëhet në këto ditë. Fjalën e ka për 10 ditë e Dhul-Hijjës. I thanë shokët e tij, ja Rasulullah, e as gjihadi në rrugën e Allahut, pra lufta e shajt në rrugën e Allahut Azza wa Jall, tha as gjihadi në rrugën e Allahut përveç atij personi që del me pasurinë e tij dhe jetën e tij dhe nuk kthehet i gjallë, po vritet si shahid. Veprat e mira shpërblehen shumë këto ditë, atëherë shtojmë nga veprat e mira. Shtojmë nga veprat e mira, namaz, agjerim, sadakat të ndryshme, dhikr, përmendjen e Allah subhanahu wa taala, lexim Kur'an, veprat mira në përgjithësi, ti rrim gati namazit, ti rrim gati namazit me xhamat. Dhe ai simboli më i madh i këtyre ditëve ose i vet kurbanit, i bajramit është kurbani, e që përgatituni ai që ka mundësi të therr kurban, se është një nga veprat më të mira, më të dashura te Allahu Azza wa Jall, është obligim për gjithë ata që kanë mundësi. Dhe në fund mos harrojmë të dërgojmë salavat dhe selame mbi të dërguarin ton. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammedin wa ala Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.